Ka thonë pejgamberi, kush e merr një pllom tokë pa hak, vllot vet, i hin megje, ja merr kujshis, një pllom kush e merr pa hak, pa drejt. Thot, ka me lidh Allah me 7 palë toka ditë gjykimit, me ngulfat, me barë tron dhe pesh të papërballueshme të dënimit për krimin që ka bërë, një pllom ato. Ç'ka drejtësia Allahut azza xal? Me respektu kujshin, me respektu hisën, pronën, nga se prona, hisja është e shenjtë, nuk bën me cënum, nuk bën me shkel, nuk bën me rreziku kërkon kushdo qoftaj, në pronën që ati ta kanë. Ja se Allah ta wal arda wada'a lil-anam. E kur ka këtë respekt, ka rahmet. Çka rahmeti Allahut azza xal, të respektohet prona, të respektohet përkatësia, të respektohet e drejta e jetuarit e kështu me radhë. Pse do njerëz kanë drejt më shumë me jetu se të tjerë? Pse do fëmijë kanë drejt më shumë me u shkollë se të tjerë? Pse? Për çfarë arsye të mëzon? Pse? Andaj shikojnë sa padërsia sot ndonë për botë fatkeqësisht apo. Pse nuk kanë drejt për shembull banor në Gaza me pas të ri? Pse s'ka drejt ata? Pse ata s'ka drejt me ato me tokë? Pse s'ka drejt me ato me tokë? Pse? Pse i njëjti sen kur dikun tjetër përzitet, është çortimi i madh, shkelje e madhe. Pse këto është shkelje vëllai? As janë njerëz ta? Andaj që ta hu rahmeti. Edhe pastaj komunikimi mes njerëzve bëhet mbi bazën e armiqësisë, e urrëties, jo dashurisë dhe mëshirës, për shkak se është prish peshorja edhe njerëzit mendojnë se kanë drejt më shumë se do të tjerë. Do janë më njerëz se do të tjerë. Dikush është më pak njerëz se dikush. Kush ka ngjë drejt? Krejt jemi njerëz. Krejt kemi drejt të barabartë në shfrytëzimin e begative të Allahut te barekutaala me bazën e preardhjes, e lashtësisë, e përkatësisë, e standardeve që realisht përcaktohet me to prona edhe e drejta e dikujt mbi tokën që ai jeton atë.